Sanin e porë Ramazan. Ngoni që mirë, duhet merr me në bo, lapsin. është bën me mungu që kjo uje. Ujë me limon dhe kanel. Kanel edhe karanfel. Mundi me shtu edhe xhenxhefil për ata që kanë ndjesi vjellje, për ata që i mundon aciditeti. Ky s'bën me mungu as në syfër e as një iftar. Një gotë kështu ujë, mjafton edhe me fillu për shembull kur jam te iftari. Me fillu iftarin me një hurme deri në 3 maksimumi. Varet sa është edhe masia e hurmes. Unë po të ka dhele në avre 3 hurmën ma iftar së në ha. Së hantis. Unë e ngumë në problemin të sanë sasi, po hantis cilësi. Realisht një hurme dhe një gotuj është të preferushme, edhe me pushu pak, tani me vazhdu me hongër iftarin, që kena thonë disa herë dhe prapër i përsëriti, që baza duhet me qenë një sup me perime, me kolagen, i bume në kusht të shtëpia, dhe nëse krejt vitin s'ke mujt me po kolagenin, për mi marë mineralet, për mi marë vitaminat e dura, ndyrat e dura, është mirë pakten për Ramazan me bo, masi veç krejt e hojmë atë dorë kem bashk, edhe normal një pjatë e kompletume, baza me qenë protein shtazores, qof ves, qof në njoni prej mishrave, pse jo perime, orez, edhe salat, edhe mos me shtu ma shumë. Kosi kefiri pa tjetër vak për shkak të iftarit, faktisht edhe syfyr, për shkak të probiotikve dhe prebiotikve që i vynë trupit, edhe kaq. Mjafton për iftarin o fjolla. Po, gjithashtu edhe syfyrin me mbyll me një pije të tillë. Për arsye se kanela ndikon me nivelizu sheqerin gjak. Në momentin që kemi insulin të lartë në trup, na kemi oreks, rritet hormoni i kërkesës për ushqim, një farë forme, hormoni që na jep urinë. Karanfili është antimikotek. Zakonisht na vjen shumë era gjatë periudhës Ramazanit, e gojes, ajo lirot më varet edhe çka konsumojmë gjatë fyrit ose edhe iftarit, lirot për luktit. Karanfili ndikon që me largu ato. Për ata që kanë shumë të theksuar erën e keqe të gojes, mujnë me përtyp. Për shembull në fund, mi përtyp 2 shkop karanfil në gojë, edhe normal që neutralizon komplet atë erën. Jo, nuk koltiten. E neutralizon atë erën jo të mirë të gojes që buhet gjatë ditës, sidomos në orët e para të mëngjesit. Limoni për shkak që përmbon vitamin C, ka bioflavonoide dhe komplet ndikon që edhe ato që kemi ngër gjatë iftarit të gjatë syfyrit me tret, një graduale edhe normal që na jep një energji shumë më të mirë dhe na mon shumë të hidratume. Do të thënë është një ujë i neutralizuar me vlera që na ndihmon me qëndru të hidratuar.